Arabia Saudite sapo e tronditi botën me ato që po ndërton. Arabia Saudite sapo theu çdo rregull në liber. Ata nuk po ndërtojnë një qytet. Ata po ndërtojnë rrogaqie që shtrihen për kilometra, male që krijojnë borë në shkretëtir dhe një qytet industrial lundrues në mes të detit të kuq. Dhe pjesa më e çmendur tashmë po ndodh. Ky nuk është një koncept. Ky është transformimi më ambicioz që bota moderne ka parë ndonjëherë. Dhe do zbuloni pse bota po e shikon Arabinë Saudite sikur më parë. Via. Le të fillojmë me atë që shkatërroi çdo ide që kishim për qytetet. Via. Ky nuk është thjesht një qytet. Është një megastrukturë 170 kilometra e gjatë, e mbuluar me pasqyrë, që pret drejtë në shkretëtir, pa rrugë, pa makina, vetëm transport me shpejtësi të lartë dhe sisteme të mundësuara nga inteligjenca artificiale që lidhin gjithçka brenda pak minutash, e projektuar për streuar 9 milion njerëz, të gjithë të grumbulluar vertikalisht, duke jetuar në një utopi me emetime zero. Imagjinoni të dilni nga dera juaj dhe të keni gjithçka që ju nevojitet: shkolla, parqe, dyqane, madje dhe hapësira pune, brenda një shëtitje 5 minutëshe, të gjitha ndërsa jeni të rrethuar nga natyra. Dhe merrni parasysh këtë: i gjithë qyteti do të funksionojë me 100% energji të rinovueshme. Via nuk është thjesht e guximshme, është jo reale. E megjithatë, ndërtimi tashmë ka filluar. Por ja ku qëndron kthesa. Sado ambicioze që tingëllon via, ajo tashmë po përballet me realitetin. Fillimisht ishte planifikuar të shtrihej 170 kilometra dhe të strehonte 9 milion njerëz deri në vitin 2045. Raportet e fundit thonë se vetëm 2/4 kilometër mund të përfundojnë deri në vitin 2030. Kjo është më pak se 2% e planit origjinal. Sfidat e mëdha inxhinierike, te kalimet e kostove dhe shkalla e madhe e asaj që po përpiqen të ndërtojnë. Megjithatë, edhe ajo pjesë prej 2/4 kilometër është ndryshe nga çdo gjë tjetër në tokë dhe ndërtimi është shumë real. Në të gjithë sektorin, automatizimi, makinat e drejtuara nga GPS dhe lëngjet inteligjente të shpimit po përdoren për ndërtuar me precizion. Moduli 47 është ende në gërmim, ndërsa moduli 48 është pothuajse gati për sa i përket përgatitjes së vendit, por qartësisht të prapa afatit për shkak të mungesës së vinçave dhe kamionëve. Në të njëjtën kohë, sistemi më i madh i tharjes së ujit në botë po funksionon 24 orë në 7 ditë javës, duke përdorur mbi 500 puse dhe mira sensor. Makineritë e shpimit tuneleve po gdhendin shina për vijën, një ekurudhë elektrike me shpejtësi të lartë, që do të kalojë përgjatë gjithë gjatësisë së vijës. Dhe përtej vetë qytetit, Neom po ndërton ferma të mëdha diellore, parqe eolike dhe centralin më të madh hidrogjenit të gjelbër në botë në zonën Oksagon. Kjo po ndodh, por do të duhet shumë më tepër kohë. Kubi, dhe pikërisht kur mendoni se Arabia Saudite nuk mund të shtyjë kufit më tej, ata e hedhin Kubin, zyrtarisht të quajtur Mukab. Kjo mega strukturë futuriste do të ngrihet 400 metra në lartësi, gjerësi dhe thellësi, mjaftueshëm e madhe për të mbajtur 20 ndërtesa Empire State brenda. I projektuar si një qytet zhytës brenda një kubi, brendësia do të shfaqë mjediset përparuara digjitale dhe virtuale, ku vizitorët mund të eksplorojnë platforma lundruese, rrugë futuriste dhe realitete alternative, të gjitha në një çati gjigante. Mukab do të jetë qendra e Murabas së re, një lagje e re në qendër të qytetit që synon në ripërcaktimin e jetës urbane. Raportet e fundit tregojnë përparim të madh në planin master. 86% e gërmimeve kanë përfunduar tashmë. Mbi 10 milion metra kub dhe janë zhvendosur. Një ure përkohshme mbi rrugën King Khalid po ndërtohet për të zvogëluar trafikun me 800.000 lëvizje kamionësh. Pavarësisht punimeve mbresëlënëse në terren, ndërtimi vetë Mukabit ka qenë ngadalë. Edhe pse objektivi zyrtar i përfundimit është viti 2030, shumë ekspertë thonë se kjo është optimiste për shkak të vonesave të ershme. Odia, mbretëria e argëtimit. Nëse mendoni se Kubi ishte i egër, prisni këtë. Ky nuk është vetëm një park tematik, është një qytet i tërë i ndërtuar për argëtim, pikërisht jashtë Riyadit, duke ushtrirë në një sipërfaqe prej mbi 360 km2. Hidia,
Pritet të bëhet kryeqyteti i argëtimit në Arabinë Saudite, me parqe tematike, arena sportive, qendra lojrash, zona banimi dhe zona edukative. Ndërtimi po ecë me shpejtësi. Sipas zyrtarëve të QDA, i gjithë projekti është përfunduar 89%. Parku ujor Aqua Arabia, 84% i përfunduar. Fusha dhe golfit, 77% të përfunduara. Rrugë, ura dhe tunele, tashmë në vend. Arku masiv i portës së frymëzuar nga malet Tuaiq, pothuajse i përfunduar. Një nga projektet më ikonike, stadiumi Princi Muhamed bin Salman, është në ndërtim e sipër, i ngritur 200 metra mbi nivelin e detit në malet Tuaiq. Ai do të ketë 46.000 vende për spektator dhe po ndërtohet nga një aleancë spanjolle saudite me plane për të pritur ndeshje për Kupën e Botës FIFA 2034. Në zemër të gjithë kësaj është Six Flags QDA, Six Flags i pari ndërtuar ndonjëherë jashtë Amerikës së Veriut. Atraksioni kryesor Falcon Flight, tani instaluar plotësisht, do të jetë treni më i lartë, më i shpejtë dhe më i gjatë në botë, me një zhytje shkëmbore prej 200 metrash dhe shpejtësi deri në 250 km/h. Inxhinierët projektuan trena të veçantë aerodinamik me sisteme ftoje të rrotave dhe mbulesa në stilin e xhamit të përparme, në mënyrë që udhëtarët të mos kenë nevojë për syze mbrojtëse në vapën e shkretirës. Ka më shumë, një tren prej druri GCI, më intensiv i ndërtuar ndonjëherë. Një tren me shumë lëshime Intamin, me përmbysjen më të lartë të ngritur. Një tren Hypertill, tren me lëshim Amore Rides, të gjitha të paketuara në një park rekord thyes për te udhëtimeve emocionuese. Aquaria është një park ujor masiv me 22 atraksione, trenin më të lartë ujor në botë, rrëshqitësin më të madh me rënje, udhëtimin e parë në New York me automjete zhytëse. Nga ana e sporteve motorike, pista QDA Grand Prix është në zhvillim e sipër, e projektuar me 21 ktesa dhe një ndryshim lartësie prej 108 metrash. Madje mund të bëhet shtëpia e re Grand Prix të Arabisë Saudite. QDA po mendon gjithashtu afatgjat, me plane për zona banimi, shkolla dhe universitete, dhe po trajnojnë njerëz për të drejtuar gjitha këto. Mbi 60 studentë saudit të dërguar në Orlando për të mësuar operacionet e parqeve tematike. Shumë prej tyre tani punojnë sektorin e ushqimit, mikpritjes, burimeve njerëzore dhe atraksioneve, duke ndihmuar ndërtimin e një ekipi që tashmë ka mbi 400 të tillë. Për të mbajtur gjithçka në funksionim të mirë, teknologjia inteligjente është kudo. Bileta digjitale, harta në kohë reale, porosi në celular dhe zona me hije të optimizuara për klimën, të gjitha dizajnuara për t'i mbajtur mysafirët të freskët, të lidhur dhe të rehatshëm. Kur të jetë plotësisht funksionale, QDA pritet të tërheqë mbi 48 milion vizitorë çdo vit, të krijojë më shumë se 325.000 vende pune dhe të kontribuojë me 135 miliardë rial saudit në ekonominë saudite çdo vit. Sindala, ndërsa shumë projekte të Neom janë ende në zhvillim e sipër, një destinacion e ka kthyer tashmë vizionin në realitet. Sindala, projekti i parë i Neom i Arabisë Saudite që hap dyert e tij. Ky ishull ultra luksoz në detin e Kuq është destinacioni i parë turistik i Neom dhe një hap i madh në planin e Arabisë Saudite për të bërë një pikë nxehtë globale e udhëtimit. Ai u hap për mysafirët më 27 tetor 2024 me një festë luksoze prej 45 milion dollarësh, të organizuar nga Rob Report me 65 superjahte dhe mysafirë të famshëm, përfshirë Alessia Keys, Catherine Jenkins dhe Chris Tucker. Edhe pse Sindala është ende në zhvillim e sipër, disa atraksione kryesore të tilla si marina, klubi jahteve, fusha e golfit dhe hotele, restorante të shumta janë tashmë të hapura për biznes. Ishulli përfundimisht do të ketë 430 dhoma hoteli luksoz, 333 apartamente luksoze, marka duke përfshirë Four Seasons dhe Marriott, restorante të shkëlqyera dhe dyqane të nivelit të lartë. Deri në vitin 2028, Sindala pritet të mirëpresë disa mijëra vizitorë çdo ditë. Nga ujërat kristalor deri tek mikpritja e klasit botëror, Sindala është e gjitha për luksin, kohën e lirë dhe përvojat e paharrueshme. Trojena, ndërsa Sindala sjell luks në det, Trojena çon atë në male. E vendosur lart në malet Sarawat,
Trojena është destinacion i guximshëm malor i Neom, duke kombinuar dizajnin e përparuar me aventurën gjatë gjithë vitit. Aktivitetet përfshijnë ski, snowboarding, ecje në natyrë, ciklizëm malor dhe sporte ujore në një liçen artificial me ujë të ëmbël. Trojena është projektuar për të ripërcaktuar turizmin në natyrë në rajonin e Gjirit. Karakteristika e tij inovative është sistemi i tij i prodhimit të borës. Duke përdorur pistoleta me ventilator, rezorti prodhon borë pa kimikate, që imiton nga afër borën natyrale në strukturë dhe pamje. Planet përfshin mbi 30 km pista skimi, 26 km borë e vërtet, 2 km pjerësi në Çati në ndërtesën ikonike të fshatit të skive, 6.5 km pista sintetike të thata për ski gjatë gjithë vitit. Bora prodhohet në kushte të ngrirjes kontrolluar, duke funksionuar 24 orë në 7 ditë javës pa ndërprerje aktivitetet e pjerësisë. Çdo zonë prodhimi i bore përfshin ruajtjen 12 orëshe të borës dhe një rrjet kompleks tubacionesh që shpërndan borën në të gjithë terrenin malor. Ndërtimi po përparon me shpejtësi. Puna e madhe e gërmimit ka përfunduar dhe mbi 1000 ton çelik janë instaluar tashmë në fshatin vertikal të skive. Struktura e plotë do të kërkojë 127.000 ton çelik, ekuivalente me ndërtimin e 18 kullave Eiffel në vetëm 18 muaj. Strukturat arkitekturore tani po marrin formë dukshëm, me vinçakullar që veprojnë në lartësi të madhe. Nëpërmjet portit Neom, Trojena ka marrë gjithashtu 2 makina shpimi tunelesh me 2 mburoj, duke shënuar një tjetër moment historik në zhvillimin e infrastrukturës së saj. Trojena do të presë gjithashtu lojra dimërore aziatike 2029, duke bërë atë vendodhjen e parë të lindjes së mesme që e bën këtë. Do të ketë hotele luksoze, vend pushime wellness dhe The Wall, një fshat vertikal ultramodern i ndërtuar në mal. Deri në vitin 2030, Trojena synon të mirëpres mbi 700.000 vizitorë çdo vit, duke ofruar një përzierje aventure, qëndrueshmërie dhe jetese futuriste. Përfundim. Udhëtimi nuk do të jetë i lehtë dhe afatet kohore mund të ndryshojnë, por një gjë është e qartë. Arabia Saudite po vë bazë të madh në një të ardhme që askush nuk e parashikoi, dhe ata tashmë kanë filluar ta ndërtojnë atë.